Një koment shkurt, jemi në fund të kohës, po sot pati një rezolut në Parlamentin e Shqipërisë që e shpalli Iranin si sponsor të terrorizmit dhe Hezbollahun gjithashtu. Seanca në kuvend u bojkotua nga Partia Demokratike dhe aleatët e saj, por edhe nga kryeministri Edi Rama, i cili nuk ishte i pranishëm në seancë. Partia Demokratike e deklaroi nga selia pastaj që shpall terroriste edhe Gardën Revolucionare edhe Iranin si sponsor. Çfarë do thot kjo për Shqipërinë, e cila tashmë i ka të ndërprera marrëdhënie diplomatike me Iranin, gjithsesi për shkak të përplasjeve që patëm në të kaluarën për sulmet kibernetike. Pse tani në linjë me cilat vende, me vendet europiane, me Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe çështja e Hezbollahut, pse u përfshi dhe Hezbollahu në këtë, se Hezbollah është një lëvizje militare, por është një parti politike në Liban nga ana tjetër, që kur është krijuar ka gjithmonë vënden kabinetin qeveritar të Libanit, është pjesë e koalicionit atje. Nuk e di si do ndikoj kjo në marrëdhëniet me Libanin, nëse ne kemi ndonjëherë këto marrëdhënie. Po si do i themi, ju keni terroristë në qeveri pastaj Libanit? Mendoj që në Shqipëri u fsheh, se si çdo gjë bën kjo qeveri në mënyrë jo transparente, për të bërë gjëra që provokojnë dhe pastaj nxjerrin të vërtetën, ndodhi sepse Departamenti i Shtetit kërkoi nga gjithë vendet aleate që të shpalleshin terroristë këto dy organizata. Pra Irani si sponsor i terrorizmit, Garda Kombëtare e Iranit si terroriste dhe Hezbollahu si lëvizje terroriste, pra si organizatë terroriste. Kështu që ishte thjesht një zbatim i një urdhri, por me një shpejtësi servile të parës gjithmonë, pa thënë fare bile që ne e kërkuan aleatët, pa dhënë asnjë shpjegim pse u bë, dhe në një seancë që cila mund të bëjë rregull, se s'kishte nevojë të bëjë një seancë të jashtëzakonshme, të nxitoj kaq shumë, të bëjë një rezolut me vrap, shpejt, pa u konsultuar mirë diplomatikisht e tjera, mund bëjë rregullt, mund të konsultoheshim atje edhe me BE-n, nëse duhet ta bënim të hap apo jo, ose të paktën të jepim shpjegime vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, pse Shqipëria e bën këtë. Pra Shqipëria ka një zgjedhje strategjike, e cila është që në çështje të sigurisë Shqipëria shkon me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në çdo rast. Pra zgjedhja e parë e Shqipërisë në çështje të sigurisë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në çështje të tjera është Europa. Ne këtë i detyrohemi, na intereson, por sigurisht i detyrohemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës që në çështje të sigurisë jemi sigurisht të parët që i mbështesim, sepse ajo që SBA ka bërë për Shqipërinë sigurisht që ka nevojë për një menjojje të preshme. Dhe pa thënë që SBA është ende sot gardiania e interesave të shqiptarëve në rajon, Kështu që këto gjëra nuk ka nevojë për të treguar një shpejtësi servile, por mund të pritet sa Andres Endes të futej në rendën e ditës, të shpjegojë të gjithë dhe partnerëve evropian, të konsultojë me partnerët evropian dhe pastaj të lidhet me një rezolut shumë më të pjekur dhe jo partizançe siç u bë. Kështu që ky servilizëm në fakt nuk ka lidhje me kërkesën e Shtetet Bashkuara, por kjo ka lidhje me dëshirën e madhe të Edi Ramës që të dali pari në Departamentin e Shtetit, shtet që e ka miratuar këtë, mundësisht edhe pa opozitën që të deklarohet që ja, opozita nuk donte, pavarësisht se opozita bëri integrat për vete pastaj, dhe për të krijuar më në fund një marrëdhënie të cilën nuk e ka me Departamentin e Shtetit dhe me Shtëpinë e Bardhë. Një marrëdhënie e cila nuk ndërtohet dot mbi servilizmin në fakt, por për Edi Ramën mund ndërtohet mbi interesa dhe mbi servilizëm dhe jo mbi parime. Kështu që neve u treguam përsëri një vend servil pa parime, thjesht interesargji që kërkojmë që për hatër të një marrëdhënie të munguar të kryeministrit me Shtetet e Bashkuara të bëjmë një rezolut me vrap, të nxitojmë, të lëmë nam, të dukemi qesharak në sytë e gjithë botës. Ndërkohë që aleanca me parime sigurisht na bën edhe më të respektueshëm edhe në Washington, pavarësisht madhësisë së një vendi. Sepse me madhësinë që kemi ne dhe me vogëlsinë që kemi ne,
mund të vlen dhe shpreja edhe milingonat në të voglin e tyre nxehen. Por kuptohet që ne në raport me Iranin dhe me fuqinë e madhe të ushtarake që kanë ata, nuk mund të jemi kërcënim dhe jemi pikërisht në këtë fazë, por nëse ne do ishim një partner dinjitoz, sado i vogël, dhe do bënim gjëra serioze, nuk do shfaqeshim kështu si milingona që nxehen dhe që kërcënojnë elefantin. Po, se në fakt është vendosur në BE që në 29 janar ka pas një vendim BE-s Këshilli Evropian që të shpalli IRGC-n, Gardën Revolucionare, në listën e organizatave terroriste, bashkë me grupe, një 23 grupe, 13 persona e tjerë. Po duket se ne kemi vendosur ta bëjmë të vetëm kur u bë thirrja nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Po, mund ta kishim bërë dhe më herët. Se të ishim në një linjë dhe me projekt. Por kuptohet, pra është një vendim servil, nuk është një vendim i pjekur dhe i menduar mirë. Nuk është një strategji e politikës jashtme. Nuk është i këshilluar me Bashkimin Evropian. I ka gjitha të metat që përmendëm. Mund të bëj edhe më parë, mund të bëj sot, mund të bëj të njëjtën, por nuk mund të bëj me këtë vrap servil që shkeli një rregullon e kuvendit kot pasi arsye, jo se u bë qameti për që rezoluta u bën shkelit të rregullones. Se rregulloja s'kel gjithmonë, por ishte pa arsye, tregon vetëm papjekurin e madhe dhe servilizmin absurd një kryeministri që po lpin çdo gjë vetëm që të ketë një shkelje